mirë se erdhët në Vibe dhe sot do të jemi së bashku me personazhe dhe histori shumë të bukura. Në kohët ku ne jetojmë, trendet e bukurisë ndryshojnë pothuajse aq shpejt sa trendet në rrjetet sociale. Por çfarë kërkojnë shqiptarët sot? Cilat janë trajtimet më të preferuara estetike? Sa ndikojnë rrjetet sociale në mënyrën se si e shohim veten? Për të folur për të gjitha këto, kemi të ftuar mjekun estetist Robert Rengja. Doktor Robert, të falenderoj shumë që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe. Kënaqësia është ime dhe faleminderit për ftesën. Edhe pse siç të thash, unë mundojmë të shmangem çik intervistave, po e bëj me qejf. Të falenderoj shumë. Edhe është kënaqësi. Jemi në kulmin e sezonit veror. Cilat janë trajtimet që po kërkojnë më shumë këtë muaj dhe cilat janë më të sigurta për të kryer? Normalisht, zakonisht përpara verës, gjitha trajtimet fillojnë pak më herët, që do të thotë, përpara se të paktën 2 javë para se të fillojnë pushimet, të gjithë pacientët kanë atë tendencën që vinë më rifresko, më bëj të duken bukur sepse do i kemi pushime. Dhe normalisht pjesa më e kërkuar janë trajtimet e rigjenerimit të lëkurës, trajtime mbrojtëse që mund të bësh që mos pësohesh oksidim nga rrezet e diellit, trajtimet antirrudh, po edhe konturimet e fytyrës që bën nëpërmjet fillerave. Doja të di më shumë për kualitetin e produkteve. Kemi një problem shumë të madh që për momentin, jo se ka filluar tani, ka shumë kohë, pacientët nuk kërkojnë kualitet, por kërkojnë çmim dhe sasi, që do të thotë një pjesë e madhe e klinikave të cilat aplikojnë këto produkte nuk është se i marrin të certifikuar apo nga kompani direkte. Por pjesa më e madhe i marrin në dorë, që do të thotë ka një trend shumë të keq që unë i shoh dhe nëpër postime të klinikave apo të disa injektuesve në Tiranë që përdorin produkte që nuk janë të certifikuara, që do të thotë nuk kanë certifikimin e duhur dhe janë produkte kryesisht të sjellura nga Korea. Domethënë, të heqim çik këtë mitin e produkteve koreane që janë më të mira, sidomos për pjesën e fytyrës, kremat apo të çdo që është si trend, ajo glass skin që kanë ata. Problemi kryesor është që ata kanë formula që ndonjëherë të japin efektin e kundërt e asaj që ti kërkon. Doja të di cilat janë procedurat që duhen shmangur. Përpara verës, zakonisht që kjo pjesë i takon kryesisht dermatologëve dhe jo imja, janë lazerat, CO2-shi, djegjet, por edhe trajtimet me anë të peeling kimik. Djegjet e sipërfaqes apo trajtimi i shenjave të shikatriçeve, sepse në momentin që jemi në kontakt me diellin ne mund të bëjmë hiperpigmentim, ato njollat kafe. Dhe këto procedura janë ato që shmangen. Procedurat e produkteve që injektohen, fillera biorevitalizues, trajtime të tjera, patjetër mund të bëhen. Mjafton që mos jetë direkt të nesër me pacientin në kontakt me diellin. A ka një trend të veçantë për vitin 2026 në estetik? Ka dalë shumë në mod, jo se është diçka e re, është diçka që ekziston këtu e 20 vite, që kur unë kam filluar pak a shumë, para 15 vitesh kur fillova, që ekzistonte po ky trajtim, që janë biorevitalizues. Praktikisht kemi dalë nga ajo tendenca e pillow face ose fytyrës të mbi ngarkuar me volum, por pacientët kërkojnë gjëra më natyrale dhe biorevitalizim, domethënë do të simulojnë kolagjenin e vetë fytyrës, të duket lëkura më e pastër, duket më e mirë dhe konturime natyrale. Nuk kemi më atë tendencën e fryerjeve të tepërt. Ato po doja të thoja, se sot po flitet shumë për ndërhyrjet natyrale, për pamje natyrale, dhe ka njerëz që po i shmangen. Le të themi që post pandemie, ai efekti mbi ngarkesës së fytyrës me anë të acidit hyaluronik apo fillerave të rënd, pësoi një boom shumë të frikshëm, ku për 2-3 vite edhe ne kishim problem këtë pjesë sepse vinin pacientë dhe kërkonin dhe më shumë. Dhe hajde ti mbushësh ti mendin pacientit që ai duket bukur dhe është okay, kur ai e sheh vetëm në pasqyrë, por nuk e sheh ashtu siç është, dhe kërkon akoma dhe më shumë. Shqyr, kemi arritur në një fazë që tashmë është ulur kjo tendenca, dhe po kërkojnë gjëra shumë natyrale, të mos dallohen. Sa kushton mesatarisht mirëmbajtja estetike për një person që dëshiron të kujdeset rregullisht për pamjen? Në qoftë se përllogarisim me kosto vjetore, në qoftë se një pacient merr dhe bën përllogaritjen e produkteve që përdor për të mirëmbajtur fytyrën, duke filluar nga serumi, kremi apo çdo gjë tjetër, trajtimet që bëjnë në shtëpi, le të themi që kosti është njësoj. Dhe unë këto i them pacientëve, në vend të shpenzoni lek për produkte që nuk duhet të përdoren, më mirë kurseni për të bërë një trajtim të fytyrës. Kostot nuk janë shumë të larta për mirëmbajtjen e fytyrës. Mjafton të dish ku do e bësh, çfarë do bësh dhe çfarë të nevojitet në të vërtetë. Madje po marr dhe shkak emisionin tënd që më ka dalë nami që unë jam shumë i shtrenjtë në aplikimet e mia dhe e dëgjoj shpesh nga pacientë që vinë për herë të parë dhe pastaj ngelen të habitur. Nuk ka kosto estetika. Kosto ka mirëmbajtja kur ti
e degeneron fytyrën ose e mbingarkon. Por gjërat bazike varet dhe nga kualiteti dhe nga produkti, ka një kosto relativisht që mund të përballohet nga çdo kush, mjafton të kursej atë pjesën e blerjeve të tepërta të kremrave apo të produkteve për fytyrën. Koston s'do na thuash sa. Varet, një produkt kualitativ fillon nga, po flasim të paktën për fillera që janë certifikuara. Për shembull një produkt që varion në klinika të ndryshme, një nga kompanitë që për shembull mund përfaqësoj në këto momente sepse janë dhe trajnuesi i tyre që është Proleniumi, që prodhon ka produktin Revanes, në varësi të mjekut mund të fillojë nga 250 euro, 300, 400 euro. Po flasim për një filler që është një kualitet të paktën nga standardet, nga 5 firma që kemi në Shqipëri, mban vendin për mua personalisht si Robert, mban vendin më të mirë dhe nuk ka kosto shumë të lartë. Kur ti investon një gjë që do ketë jetë gjatësi në fytyrën tënde, nuk do ketë efekte anësore dhe nuk do ketë nevojë që ti të vish për herë të dytë dhe të rregullosh gabimet e produktit. Sepse ka shumë të bëjë dhe pjesa e kualitetit dhe e cilësisë. Shoh shpesh në Instagram klinika ose qendra estetike që promovojnë fillera për buzët me 90 euro, 100 euro. Jemi shumë të varfër për të përdorur produkte të lira. Sepse ai produkti që ti do përdorësh do ketë një kosto shumë të ulët, ty do të dali më shumë në kosto kur ti të riparosh dëmet që do të krijoj. Kështu që është më mirë të investosh nëse do të bësh diçka, të marrësh një produkt të mirë, të di se çfarë po injekton, sesa një gjë që nuk e di dhe nuk e di se çfarë surprizë do kesh në të ardhmen. A të ka ardhur ndonjëherë a të vinë pacient me foto dhe të thonë dua të bëjmë kështu siç është në foto? Më kam pas ardhur, por dua të diferencoj pacientët e mi, sepse e pari punës unë pacientët duhet i kem miq dhe nuk i shoh si pacient, por më shumë si miq, ku pjesa më e madhe e tyre, një përqindje e madhe, kanë besim mjaftueshëm tek unë që unë të sugjeroj ato që duhen. Janë shumë të rrallë në 2026 të vi dikush me foto. Mund të vinë goca të reja që kanë këtë tendencën e influencës nga rrjetet sociale me një foto të një buze që nuk i përshtatet ose nuk është në fizionominë e tyre, por ti duhet të bësh dhe rolin e psikologut dhe të mjekut që pacienti të dali natyral dhe bukur, të mos dali e shpërfytyruar, kryesisht. Çfarë kërkohet më shumë në klinikën tënde? Çdo gjë nga pak, por le të themi që pjesa më e madhe e pacientëve duan trajtime që nuk duan të ndryshojnë fytyrën, por ta mirëmbajnë atë ose të rregullojnë ndonjë gjë të vogël. Apo krijojnë filtra të rrjeteve sociale, pritshmëri jo reale tek njerëzit? E kam pas krijuar, të paktën dhe më përpara dhe më herët, ka filluar të iki kjo tendenca. Domethënë edhe një njeri normal e kupton që një person e ka ngasmuar foto në Instagram, ka përdorur Photoshop, FaceApp, apo kështu aplikacione të tjera dhe tashmë edhe njerëzit janë stërvitur dhe dallojnë. A ka pasur raste kur ti e ke refuzuar një procedurë sepse nuk i ka shkuar pacientit? Po, vjen pacienti me një ide të qartë për produktin që do, për shembull të marrim rastin e acidit polilaktik, që është një nga produktet biorevitalizuese më të forta në treg. Vin mosha të reja dhe kërkojnë, pa ai nuk është për ato mosha. Ai e ka target grupin e vet mbi 35-40 vjeç. Dhe automatikisht i thua jo, s'ke nevojë ta bësh të gjë sepse nuk përshtatet me moshën tënde apo me atë që ti kërkon. Sa pacient vinë në ditë për të korrigjuar apo të hequr ato që kanë bërë vite më parë? Mund të përmend rastin e dieshëm që pata një paciente ku një injektuese mjeke e cila është e huaj, nuk është shqiptare, i kishte bërë dhe nuk do të flas për keq për mjekët dhe kolegët, por thjesht i kishte bërë një procedurë që nuk i përshtateshe dhe mua më desh që të rria dhe të rregulloja dhe të shkrija dhe shpërbëja produktet që ajo kishte aplikuar. Cilat janë këto procedura që njerëzit vinin korrigjojnë më shpesh? Pjesa më e madhe e produkteve që mund të riparohen është acidi hialuronik, që është gjë më thjesht për të riparuar dhe për të shkrirë. Aplikimet e produkteve të tjera siç janë fijet e kolagjenit apo produkte pak më sintetike, ato janë më problem për të korrigjuar, sepse ndonjëherë mund të bëjnë dëm shumë më të mëdha se sa mendon ti. Si për shembull? Rasti më i thjeshtë është që ti mund të kalosh deri në paralizë faciale ose në dëmtime të indeve muskulare kur këto fijet me ato age të gjata që kalojnë tepër tej në fytyrë mund të kapin informacionet e indeve apo të lëkurës të fytyrës që janë problematik dhe dëmtohen. Dhe zakonisht në rastin e fijeve dëmi është i pakthyeshëm.
Dhe kjo është shumë e rrezikshme. Është rrezikshme, por duke qenë se neve jemi pre e faktit që duam një gjë që të japi efekt direkt dhe ta shohim që të nesërmen, bien pre kësaj gjë se dhe neve gabojmë në zgjedhjet tona. Çfarë është ajo gjë që sugjeron më shumë për t'u bërë? Varet nga grup moshat. Në qoftë se janë grup moshat e reja, trajtimet të cilat mirëmbajnë lëkurën dhe mirëmbajnë vitalitetin dhe ushqejnë. Në qoftë se janë mosha më të mëdha, mund të jenë trajtime biorevitalizuese, të cilat kanë këtë efektin lifting effect që është shumë natyral dhe nuk dallohet. A ka persona që vinë e ndryshojnë vazhdimisht fytyrën sipas trendeve që shikojnë ose ndonjë personazhi të famshëm? Nga kategoria e pacientëve që kam unë, jo. Domethënë është shumë e rrallë që të ndodhi kjo gjëja, gjithmonë e më shumë duhet të jesh, siç e thash, dhe psikolog, po edhe ti edukosh pacientët për të mirën e tyre. Të mos të shohësh ata si një bankomat që ti do marrësh lek, por të kesh dhe një stabilitet me ta dhe një marrëdhënie afatgjatë. Nuk është se një pacient më vjen një herë mbaron punë dhe ikën. Unë dua që ai të rikthehet i kënaqur nga ajo gjëja dhe të mos e pyesin dhe mos e shohin në rrugë dhe të thonë kush të ka bërë kështu dhe të përmendet emrin im. Unë nuk dua që të dallohet puna ime dhe jam shumë minimaliste ajo gjëja. Kështu që këta kategori kam unë në përditshmërinë time. Dhe kryesisht janë zonja që dinë se çfarë duan dhe nuk e egzagjerojnë. Po pacient meshkull janë shtuar, vinë? Vazhdon akoma të jetë tabu mirëmbajtja e mashkullit. Janë shumë të rrallë, por ata që vinë janë zakonisht shoqëruar nga bashkëshortet e tyre. Kisha edhe një rast shumë të bukur sot madje, ku thjesht ai donte një gjë shumë natyrale që mos tregonte lodhje në fytyrë dhe nuk duan të transformohen. Ky është botox. Fjala botox është shumë e egzageruar dhe sa për informacion, fjala botox ka dalë nga një kompani, produkti quhet neurotoxin ose miorelaksant, që është nga produktet që për momentin në Shqipëri nuk është i lejuar të injektohet sepse nuk ka një kompani që ta sjellë. Kështu që pjesa e mirëmbajtjes nuk është vetëm botoksi, por ti ke biorevitalizues, ke biostimulus pafund, që ti mund të eliminosh rrudhat në mënyrë shumë natyrale dhe duke sikur ke bërë botoks ose neurotoksin. Tani të gjithë pacientët që vinë te ti, a i bëjnë hapur ndërhyrjet apo e kanë ende tabu? Ja, është tabu dhe ka një problem shumë të madh që nuk e pranojnë. Që kjo është e drejta e tyre, sepse ne jetojmë në një shoqëri që jemi shumë diskriminues në çdo gjë. Edhe në qoftë se dikush duket bukur, prapë ne do ta komentojmë. Unë jam komentuar për fytyrën time, se unë kam vite që e them që e kam bërë dhe do bëj dhe do vazhdoj ta mirëmbaj. Çfarë ke bërë ti në fytyrën tënde? Çdo gjë dhe asgjë. Po dallove ti diçka, unë e kam bërë. Nëse nuk e dallon, atëherë unë s'kam bërë asgjë. Unë s'po dalloj gjë, ndaj të atëherë s'kam bërë asgjë. Po i kam bërë të gjitha. Edhe ka të bëj shumë, domethënë, ku shkon, të dish të shkosh. Një nga parimet kryesore që thuhet dhe do flitet dhe do ta themi dhe gjithmonë, shifi injektuesin tënd si e ka fytyrën. Nëse diçka i dallohet, atëherë nuk është injektues i mirë. Shumë e bukur. Tani të kalojmë pak tek VIP-at. Kush është VIP? VIP-at shqiptar. Kush është VIP? Ti po flet për personazhe televizive apo personazhet e estradës, se personazh VIP Shqipëria. Okej. Dua të di në klinikën tënde. Shiko, të jap një parantezë të vogël nga historia ime. Unë kam punuar në revistë mode dikur dhe njoh një pjesë të mirë të estradës dhe i njoh dhe në një periudhë të gjatë më doli një epitet doktori VIP-ave. Unë nuk kam punuar kurrë me VIP-a, kanë qenë shumë të rrallë. Sepse jo se nuk dua t'i kem pacient apo diçka, por ndonjëherë përplaset ideologjia ime me ideologjinë e tyre në pjesën estetikës së fytyrës dhe neve nuk biem dakord që të dalë ashtu siç duhet puna. Prandaj dhe unë mundohem, kam shumë miq dhe i kam xhan dhe i dua të estradës, por pjesën më të madhe nuk e kam pacient. Nuk janë pacientët e mi. Ato që ka. A janë më kërkues apo një nga arsyet që unë i kam shmangur janë që kërkojnë gjëra të cilat nuk janë reale. Ke personazhe shumë që përveç faktit që janë overfilled apo overdone apo kanë bërë shumë se ç'duhet trajtime estetike në fytyrë, vazhdojnë dhe përdorin aplikacione që të duken perfekta që ti ndonjëherë thua filania është kjo, se është ndryshe në Instagram. Dhe një nga gjërat për shembull që unë kam me time që në Instagramin tim unë fotot i kam të paprekur. Rrallë në një foto që më pëlqen, fotoja kompozimi që fytyra nuk duket mirë, mund ta kem prekur, por pjesa më e madhe 99% janë të paprekur. Pse? Sepse është kjo ideologjia që mirë është që ato që shef në foto ta shohësh dhe në realitet. Mos jetë zgënjim për ato që çojnë.
A kërkojnë shpesh që trajtimet e tyre të mbahen sekret? 99.9% të tyre mbahen sekrete. Përveç disa VIP-a personazhe të estradës që janë influencer dhe nxjerrin gjëra shumë të vogla nga një klinikë estetike apo diçka. Që unë e shoh shumë mirë dhe kam shumë pak pacient që shkojnë bën reklama në klinika të tjera dhe ndërkohë vinë dhe rregullojnë te unë. Që nuk është gjë e keqe. Madje një nga këto është dhe një nga personazhet që bënte podcast diku, dhe unë kam qenë pjesë e ftuar e saj, që është rregulluar nga duart e mia dhe në një moment e shifja që reklamonte klinika të tjera. Jo se është gjë e keqe, se merrte lekë andej dhe vinte i lindte te unë. Ndërsa unë do vit i lej direkt te ti. Akoma s'ke nevojë për çka, kështu që rriu. Cilat janë procedurat që VIP-at shqiptar preferojnë më shumë? Pjesa më e madhe ajo që shohun është konturimi i fytyrës, buza, trajtimet antirrudh, mirëmbajtje, çdo gjë. Është trend që të bëjmë çdo gjë, po mirë është të bëjmë nga pak. Pse ka nga ato që kërkojnë rezultate shumë më shumë, të jenë të mbi ngarkuar? Prandaj dhe unë kam heqë dorë nga këta lloj pacientësh të cilët duan më shumë se ç'duan në fytyrë. Me që jemi të çfarë nevoje kam unë për fytyrën time? Ke nevojë për më shumë vetbesim. Vetbesim kam unë, po tani çfarë duhet rregulloj pak? Meqense dhe diskutuam përpara, më the vetë që do jetë ngacmoj pak pjesën e hundës. Jam pro, por jam dhe kundër. Domethënë, fytyra jote nuk ka nevojë për shumë gjë se ti akoma ka se vogël, mirëmbajtje po, trajtime për fytyrën, trajtime për lëkurën, mund t'i bësh, por ndërhyrje të mëdha jo. Falemnderoj prindit për genin që ke se je shumë mirë. Thank you. Falenderoj dhe ty. Tani dua të di sa ndikojnë rrjetet sociale dhe ekspozimi publik në personin që e ndjejnë VIP-at për të dukur gjithmonë perfekt. Problemi kryesor i rrjeteve sociale është që ndikon tek adoleshentët dhe te moshat më të reja. Dhe raste konkrete kam parë ku ka ardhur fëmia 16-17 vjeç tek punë me nënën e vet sepse donte të rregullonte pak hundën apo donte të bënte pak në formë buzash. Ideja është që këto pacient nuk ke pse ti shmangësh, po dhe nuk ke pse ti te kalosh pjesën e aplikimit të produkteve, sepse ndonjëherë duke qenë se jetojmë në një epokë që çdo gjë ka të bëjë me pamjen e jashtme, normalisht ta përjetojnë dhe imbulizëm shumë të rëndë, kështu që mirë është të edukohet fëmia, të rregullohet defektin, nëse është defekt po flasim, jo të egzagerohet, por çdo gjë të jetë me metër, mos te kaloj atë naturalitetin dhe mos pranojmë patjetër që us pranoj për shembull fëmijë po 17-18 vjeçësh. Por në qoftë se është një problem në pamjen estetike që realisht ti e shef që është e dukshme dhe ajo i ndikon në vetbesimin e vet, patjetër që mund ta ngacmosh aq sa ç'duhet. Sepse në fund të fundit neve jemi këtu që njerëzit të ndihen mirë. Nuk jemi këtu që neve t'i marrim njerëzit dhe t'i shohim si një gjë duhet të eksperimentojmë dhe të transformojmë fytyrën e tyre. Por patjetër që mund të rregullojmë gjëra natyrale. Nëse do të hiqeshim filtrat e Instagramit për një muaj, a mendoni se do të binin kërkesat për procedura estetike? Vetëm nëse do thyeshim pasyrat në shtëpi, dhe të shihnin më veten pacientët, njerëzit. Vetëm atëherë mund të binin. Ta përmend edhe më përpara që nuk ndikojnë më filtrat e Instagramit në pacient. Ose mund të ndikojnë për një gjë që për shembull bëra një ndryshim te buza dhe do më dukesh kështu me këtë lloj aplikacioni, a mund ta bëj dhe mund të duket bukur. Ktu mund të ndikoj disi. Tani, mendoni se ka ndonjë VIP shqiptar që nuk është bërë ende dhe cili është ai dhe anasjellta, kush është i bërë më shumë dhe keq? Shiko, te pjesa e meshkujve di shumë mirë që pjesa më e madhe nuk ose bën aplikime, dhe duken. Një njeri që ka lëvizje perfekte, që ka rrudha, duket që nuk bën. Kush është bërë më keq? Nuk mund të gjykoj unë kush është bërë më keq dhe kush është bërë më mirë, sepse çdo njeri e shef me syrin e vet. Ka njerëz që duken të transformuar nga personazhe publike, që duken që janë bërë dhe mendojnë se janë bërë më mirë se askush, dhe ka njerëz që s'kan bërë asnjë gjë fare dhe duken prapë shumë herë më bukur se ata që kanë bërë. Kështu që te pjesa e këtyre është vetëm fakti që neve jetojmë në një shtet dhe në një qytet, qyteti jonë që është shumë i vogël dhe janë shumë pak mjek për shembull, po të marr rastin e ndërhyjeve të hunda. Hunda është shumë delikate. Ka shumë të bëjë me pjesën e pamjes së jashtme të fytyrës. Në momentin që një mjek kirurg, plastik apo ORL apo kushdo që e bën këtë ndërhyrje, i bën të gjithë fasoneri, aty fillojnë të ngjajnë njerëzit me njërin tjetrin. Dhe ti thua, është filani apo është fisteku?
të mos përmendin emra se tash i njoft të gjithë dhe do bëhet problem kjo gjë. Jo. Dhe pjesa e hundës është ajo që i bën identik të gjithë. Dhe duken shumë personazhe nga këngëtare deri në prezantuese gazetare sikur janë motra. Sorry. Dhe problemi kryesor është e hunda. Nuk është e buza, nuk është e moza. Kjo është kryesori. Kur një prerje del njësoj fasoneri të gjitha, këto ngjajnë me njëra tjetrën, sepse është detaj i hundës. Është edhe trend. Kur flet me pacientin, ti e shef në sy dhe në hundë. Është kjo pjesa këtu që ti fokusohesh kryesisht, pastaj shef pjesën e buzës dhe pastaj shef fytyrën. Më kupton? Kështu që është ky trendi që do të shmanget kjo fasoneria e hundës. Pastaj dalim te mbingarkimi i mollzave dhe e njëjta formë te buzët. Ai një teknikë e famshme që është kjo teknika ruse. Ajo i bën të gjithë pacientë njësoj sepse ka një lloj teknike standarde. Dhe këtu ti ke motra. Sigur kanë dalë nga një dorë. Kjo teknika ruse është ajo buza e madhe që dëshoj se si patak. Duck face. E pastaj fillon shpërbëhet produkti, dalim në kualitetin e produktit që nuk është i mirë dhe të gjithë vjen pastaj më shkrisë se më kam migruar dhe kam bërë jam shpërfytyruar. Po buzët e mia janë të bëra bolli pe. Tani këngëtarja, vipja, se di si mund ta quaj, që nuk është personazh publik, që nuk është i bërë, është super nice. Një nga personazhet që e di që nuk çpohet është Onelia Hayati sepse ka shumë frikë. Po ajo është e lezetshme, shumë e mirë. Po, dhe ajo ka qenë gjithmonë e mirë. Mua më pëlqen Adrola Dushi, dhe mendoj se nuk është e bërë. Adrola është një nga femrat më të bukura që ka pas, dhe ajo ka genin më të mirë. Dhe e di që nuk ka bërë asgjë. Tani, unë kam disa foto të personazheve publika që do t'i komentojmë. Okej. Është Efi. Efi ka dalë publikisht dhe ka thënë që ka bërë gjëra dhe duket shumë bukur. Nuk është se ka. Dhe doja të di. Dhe është përmirësuar dhe mua pëlqen shumë versioni i saj. Dhe doja të di. Po shumë pastër. Çfarëdo që të ketë bërë, siç doli më duket tregoj për hundën e vet apo që se kanë parë në rrjetet sociale që shkon në klinika bën trajtime. Efi ka versionin e saj më të bukur. Është shumë më mirë se çka që jo se ka qenë e keqe, por me standardet që kërkojnë rrjetet sociale, televizioni, Efi është bërë bukur. Çado që të lloj të ketë bërë. Hunda, operacioni hundës. Sjell probleme se shumë kam parë në rrjetet sociale që sjell probleme. Tani shikoj, nuk jam kirurg plastik që do të flas apo lë për pjesën e hundës, po e di shumë mirë që hunda është një nga operacionet më të vështira për të bërë. Madje një nga thëniet që ne përdorim që është shumë e thellë. Edhe Zoti kur e ka krijuar hundën e ka krijuar shumë vështirësi, sepse janë shumë probleme anatomike, detaje, inde plus balanca dhe simetria e fytyrës ka shumë të bëjë me pjesën e hundës. Dafina. Mund të them që ka qenë një nga femrat që ka shumë ndryshim, çfarë ka qenë me çfarë është. Kjo foto është pas Shazani apo para? Para. Mund të them që pas Shazani ka një problem shumë të madh që fillerat e tepërt, duke qenë se pesha e femrës fillon të ndryshon, fillerat janë hidrofil, acidi hialuronik ka një efekt fryrës, mbledh ujë dhe kualiteti i keq i fillerave ndonjëherë të bën të kesh fytyrë pak më trumbullakët. Dhe kjo ndodh kryesisht pas Shazanis dhe ajo është vështirë që të bjerë. Sigurisht mund të them që ka bërë ndryshime, ka bërë ndërhyrje, duket bukur, është diva, e mbizoteron skenën, është super okay. Për Adrolën folëm? Adrola shyll. Kështu ka qenë. Kështu ka qenë. Edhe është pa make-up, pa filtr. Buza e drolës, kështu e ka pasur. Po. Po ta shohësh edhe çuni vet është identik. Ja nisoj, është shumë e mirë kjo, dhe mua më pëlqen. Kemi Bora Zemanin. Personalisht nuk është se e njoh Borën dhe nuk dua të komentoj ndonjë gjë që duket sikur po bëj ndonjë kritik, por çfarë ka qenë më çfarë është duket ndryshimi. Kështu që patjetër që ka bërë. Thash, unë pranë veten time që kam bërë vet. Ti jap dhënë foton time para. Po. Ja. Më mirë. Ja. Po, me që kishim dhe Borën dhe Efin. Pse e kanë ngjashmërinë? Po ta shohësh tendencën e microblading apo ndërhyrjeve dhe siç të përmendaj që pari ne shohim njerëzit tek syt. Dhe kjo pjesa këtu vetulla e bërë dhe pjesa e hundës që është në porcione të barabarta pothuajse i kanë të ngjashme, të bëjnë sikur ti ngatron personazhin. Ndërkohë që po ta shohësh në tërësi, ato nuk ngjajnë. Thjesht të gënjen vetulla, syri dhe hunda. Domethënë kjo forma këtu. Se po ti marrësh pastaj ti shohësh, njëra e ka formën e nofullës më të mprehtë, tjetër ka më të ëmbël, njëra ka mollën më poshtë. Domethënë janë sa detaje që këto një mjek mund t'i dallojë dhe të thotë këto nuk janë njësoj. Janë dy persona të ndryshme, por është kjo zona këtu që ty të bën të gënjehesh.
Nuk besoj se ka ndryshuar nga çka qenë, por dhe në qoftë se ka bërë, janë gjëra shumë minimale dhe natyrale. Le ta ndeshim paragjykimin e se kjo është e bërë. Gjithë njerëzit tashmë bëjnë diçka. Në qoftë se njerëzit, në qoftë se neve do gjykonim çdo gjë që bën njeriu, atëherë femrat nuk duhet të lyenin flokët, nuk duhet të pastronin vetullat, nuk duhet të rregulloheshin me konturim dhe me make-up. Kështu që duke qenë se jam në këtë fushë dhe jam pronë ndërhyrjeve sepse unë kam bërë vetë fytyra ime dhe për XY arsye, plus kam pas edhe një aksident që më është përfituar, ca dëmtime të rënda në fytyrë, nuk mund të dalë të gjykoj njerëzit që i bëjnë. Nëse ata janë të lumtur dhe janë të bërë bukur, atëherë të vazhdojnë të jenë kështu. Nëse ata pastaj përfiturohen, aty pastaj ta mbajnë çik pjesën e kapitallit. E kemi këtë gjë, duam ta gjykojmë. Po, e kemi në shqiptar. Por nëse të gjithë do të kishin mundësi, të gjithë do t'i bënin. Është shumë e vërtetë kjo. Të gjithë do t'i bënin, sepse të gjithë asnjë njeri nuk është i kënaqur me pamjen e tij. Dhe unë që jam në fushën që jam dhe unë që kam gjithë mundësitë për t'i bërë, prapë them, "Ok, Robert, kaq kapacitet ka fytyra jote për të mbajtur ndryshim." Tani për mbyllje, do doja të thoj një këshill për të gjithë vajzat që duan të bëhen dhe shkojnë në vende të gabuara. Edhe pak për paragjykimin. E para punës, ideja kryesore ose këshilla kryesore është që keni kujdes dhe shifni dhe kërkoni informacion për produktin që injektohet në fytyrën tuaj. Kemi kompani shumë prestigjioze në Shqipëri, kemi produkte fantastike të licencuara dhe të regjistruara, dhe nga ana tjetër kemi edhe produkte që janë koreane, që unë personalisht jo se nuk i kam përdorur, se i thon 12 vite eksperiencë, patjetër nga duart e mia kanë kaluar të gjitha produktet. Keni kujdes me produktet që janë koreane. Kërkoni kualitet. Mund të jetë pak më i shtrenjtë, po do zgjasë më mirë. E përmenda do ta them prap. Jemi shumë të varfër për të përdorur produkte të lira. Kështu që këshillat janë mirëmbajtje dhe rregullim minimal, jo transformim ekstreme. Të falenderoj shumë dhe ishte kënaqësi. Kënaqësi është imi. Ftuara e radhës është Angela Perkola, një vajzë e re dhe me ëndra shumë të mëdha dhe me një talent shumë të madh për muzikën. Angela, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Jam shumë e lumtur që të kam në studio. Faleminderit. Gjithashtu jam shumë e lumtur dhe unë. Të kemi parë të angazhuar në fusha të ndryshme të artit. Kur e kuptove që arti dhe skena ishin rruga që t'i doje të ndiqja? Me thënë drejtën kam qenë shumë e vogël, mund të kem qenë nga mosha 10 vjeçare. Dhe si çdo 10 vjeçare në atë kohë që këndonte në shtëpi, kuptoj gjithë e kemi bërë, nuk është se kam qenë vetëm unë, por e kisha shumë dëshirë, domethënë ishte një pasion që u zbulua rrugës, që unë këndoj dhe dua ta ndjek këtë ëndër. Domethënë zëri im i brendshëm më fliste. Ke fituar gjithashtu dhe Miss Shqipëria 2 vjet më parë. Po. Çfarë kuptimi ka për ty ky titull? Atëherë, Missi ka qenë një ndër eksperiencat e mia më të bukura. Unë jam këngëtare, statusin tim kështu e kam, por një artiste e re, siç jam unë, kisha qef dhe dëshirë që pikasja dhe ke fushat e tjera. Unë fitova Miss Miqësinë, nga kundërshtarët e mia me pak fjalë. Pse nga kundërshtarët e tu? Po ne ishim 25 vajza që konkuronim për një target dhe një çmim që ishte Miss Shqipëria dhe kishte edhe çmime të tjera. Vajzat në fjalë, status le ta themi, më votuan si Miss Miqësia. Vajza më shoqëruar e grupit. Kupto? Se jena dhe tomlan. Dibran? Patjetër. U shgënjeve nga ky? Jo, as pak, absolutisht. Unë edhe qofse nuk fitoja gjë, ishte një eksperiencë që do e ktheja edhe një herë, patjetër. Prisje më shumë? Po, çdo kush pret më shumë. Por rëndësi ka që unë me një çmim dola. Çfarë të ka mësuar ajo eksperiencë? Kjo eksperiencë më ka mësuar shumë gjëra, me thënë drejtën, të asaj fushe, që t'jemi vetvetja, të luftojmë, patjetër, edhe pse zhgënjemi ndonjëherë nuk është se është problem, se arti këto ka. Merresh më me modeling? Të pëlqen? Më pëlqen, po nuk është se e kam prekur më këtë fushë, domethënë jam fokusuar vetëm tek muzika. Edhe kështu do vazhdoj edhe rrugtimi im. Dua të di si e përballon të jesh gjithmonë në formë perfekte. Po, në formë. Me thënë drejtën, jemi femra, kupto? Edhe thjesht emri femër duhet të jetë e gatshme për çdo gjë.
e mirëmbajtur. Gjatë këtij rrugtimi ku je sot, ke pasur ndonjëherë ndonjë moment zhgënjimi? Zhgënjim. I vetmi zhgënjim që kam pasur deri më tani, ka qenë nga njerëzit, me thënë drejtën. Nga cilët konkretisht? Nga shumë njerëz. Nuk I kam pritur të reagonin ose mos I kisha pranë ato që unë mendoja. Bëhet fjalë për shoqërinë? Patjetër, shoqërinë dhe njerëz tjerë. Fisi. Jo, se fisi mirë është na do. Të gjithë na duan. Patjetër. Por e ndodh që s'na duan. Kur robi arrin, do më thënë përpiqet të arrijë aty ku don, absolutisht që nuk do na duan, do flasin. Dhe ne duhet mësohemi me këtë gjë. Është shumë e vërtet. Do kemi gjatë gjithë kohës në jetën tonë vetëm fasadë. Kjo është një zhgënjim që vitet e fundit e kam dhe përjetuar, por kam arritur më një konkluzion që s'ja vlen. A të ka lënë ndonjë pasojë ky zhgënjim që ke marrë nga njerëz të ndryshëm? Pasojë jo, por më ka mësuar. Se unë kam qenë shumë sociale, jam akoma sociale, jam shumë e dashur me njerëzit, përpiqem t'i bëj të lumtur me ato që kam, por kur e kam kuptuar tek vetja ime, tek punët e mia, tek zanati që unë kam, jam shumë e zhgënjur se nuk e kam pritur. Dhe thjesht kam mësuar që nuk duhet të jem ajo që kam qenë. Duhet të jem më rezervuar, planet e mia duhet t'i mbaj sa më shumë për vete, sepse këtu ti je më private. Patjetër. Privatësia është një ndër gjërat më të mira që duhet të ketë çdo njeri. Pse mendon kështu? Beson te mësyshi? Marr mësysh. Syri mund të kapë dhe kot, kupton, por duhet të jesh sa më private. Jo vetëm në këtë fushë që jam unë, në çdo lloj fushë. Edhe të jetë ajo të private duhet të jesh, sepse sot një njeri që ti mendon që nuk të bën gjë, ai e ka thikën mbrapa. Edhe kjo ishte shumë e bukur. Patjetër. Sa besim krijon tek njerëzit? Me thënë drejtën nuk është se e kam 100% besimin. Asnjëherë? Jo. Kush është ai person që ti e beson më shumë ti? Veç familjes, e dihet. Familja dhe kam shoqet e mia që unë rri me to, që janë për të besuar. Gëzojnë ato me ty pas çdo suksesit tënd? Patjetër. Ato I kam gjithmonë mbrapa vetes. Domethënë janë sepse ne kemi nevojë të kemi një shtys. Unë akoma jam në etapat e mia të para dhe kur një njeri më jep një ndihmë, një krah, unë ndihem shumë e plotësuar. Sikurse dhe I fjalë, kupton se fjalën kemi nevojë sot, jo veprat, se veprat I bëjmë vetë. Po me jetën personale ç'bëhet? Kalojmë pak tek jeta personale, pastaj në pyetje të tjera. Me jetën personale, unë jam shumë mirë me thënë drejtën. Gjëra aktuale nuk është se kam. As nuk do kem. Pse nuk do kesh? Pse më nuk do kesh? Po, pak më parë thash që jam një tip që nuk besoj. Edhe unë një njeri që më jep ligjërat, në jetën time nuk është se dua. Dua një njeri që ta kem pranë, të më mbështes. Të kujdeset. Edhe nuk ka dalë në një zotë. Jo, akoma jo, nuk e di, të shohim, se ndoshta dhe rrugës. Ndoshta. Nuk I dihet jetës. Për momentin nuk. Cili është ai mashkull që ti përmbush kriteret ty? Mashkulli që më përmbush kriteret mua. E para herë të më vlerësoj për këtë që jam. Nuk dua as pallate, as kjo që jam, si je ti? Ja, siç më shet ti. Impulsive, e dashur, po, më e dashur se ç'duhet. Më e dashur se ç'duhet, e vërtet. Dhe të jetë me mua, domethënë ditët e mia të mira dhe të këqija, se patjetër kemi edhe ditë të errta. Dhe që jam më dashur se ç'duhet. A mendon se ndonjëherë meshkujt largohen nga dashuria e tepër që u jep? Po, patjetër. Nuk e di, e kam këtë mendim se pse ndodh kjo? Ndodh në momentin kur ti rri edhe shfaq një dashuri të shumë tek mashkulli jot, ai bezdiset me këtë gjë. Prandaj duhet jemi më kokforta ne femrat. Jemi, jo se duhet. Që duhet t'i kemi ato gjërat tona parime me pak fjalë, që ai kështu jam dhe nuk shkel mbi veten time. Që duhet kesh primare veten tënde. Patjetër. Dhe ai me atë inatin e vet do vazhdoj të luftoj për ty se s'ka ku shko. Ose nëse ai nuk e bën këtë, nuk është I duri. Kështu që vajza, merrni mësim dhe ndërgjegjësoni vetën primare, pastaj personat e tjerë. Patjetër. Se ka herë ne vejmë tjerë para vetes. Të ka ndodhur? Në dashuri jo, po në shoqëri ka ndodhur shumë. Kam vendosur gjithmonë tjerë para vetes dhe atë që kam dhënë se kam marr mbrapsht. Ndodh kjo? Patjetër që ndodh. Edhe do na ndodh. Se ne kena jetën përpara dhe do mësojmë shumë gjëra me kalimin e kohës. Po mendoj se gjithë zhgënjimet, gjithë gjërat
Ndodhin për një arsye dhe na vlen shumë, na bëjnë më të fortë. Patjetër. Sa ke ndryshuar ti? Unë kam ndryshuar shumë fakt. Unë kam një natyrë që gabimit i marr mësimin. Dhe në momentin kur ndodhe një gjë, unë jam e mësuar nga e para. Po flas në çdo lloj aspekti, jo vetëm dashuri, kupton se Kuptoj. Dashuria në një moment të dytë. po, patjetër. Do shohim veten tonë Jersa, dashuria Të shohim karrierën. normale. Ku je fokusuar momentalisht ti? Unë e fokusuar jam shumë tek puna që bëj me live-et në studio. Jam shumë, domethënë, i kam hyrë Sa orë punon? në studio mund të rri 5-6 orë. Është lodhja? Shumë. Është lodhi, po ka dhe ato benefitet e veta. Dëgjoj, unë mendoj se nëse e ke diçka me qef, Po, edhe e bën me vullnet, ajo lodhja nuk ndihet fare dhe super vlen ajo lodhja. Patjetër, e vërtet është. Unë dua të di kush janë ato artistë që të frymëzojnë më shumë. Me thënë drejtën, ka shumë që më pëlqejnë, frymëzohem, patjetër, çdo njeri frymëzohet, mund të jetë dhe njëri thjesht që është artist, po nuk është se ka arritur, ka bërë bumin. Edhe patjetër që inspirohem. Ka shumë, në zhanrin tim është Pandora, që e ndjej, jashtëzakonisht, Të pëlqen. shumë. Do doje një bashkëpunim? Kush nuk do e donte. Unë mendoj se do të harrish. Po tjetër me një artist tjetër shqiptar, me kudo doje të bashkëpunoje? Me thënë drejtën ka shumë, gjithë janë të mirë, sidomos ato të live-it që janë zhanri im. Ti këndon popullore dhe balad? Po, popullore, balad, këngë patriotike, që ma përmbledh puna, me thënë drejtën. I këndoj. Rap? Jo, rapit. Nuk Jo, je. kena lonë tjerëve sos. Nuk merrem atë punë. Ke pasur ndonjëherë rivalitet mes artistëve të rinj? Ja. Unë jo, personalisht. Po Tjerë- mendon sa ekziston? Patjetër, shumë. Shumë. Pse nuk ke pasur ti rivalitet? Si ke arritur që të mos kesh rivalitet? Unë me thënë drejtën, nuk është se jam dhe natyra e tillë që ti jem rivalja dikujt, domethënë një artistje që është si unë, ose artisti. Nuk e kam pasur këtë sepse çdo njeri ka benefitet e veta, mendoj, ka zhanrin e vet. Unë nuk mundem do ta bëj rapin për shembull që një shoqja ime mund ta bëj më mirë se unë. Dhe nuk mund dal unë që prit se unë e bëj më mirë se ti. Dhe e fundit fare është që ka janë tjetër persona që na vlerësojnë, kupton? Se ndahet. Na dëgjojnë, neve të rive, dhe japin vlerësimin e tyre. Sa mendon se e meriton ti një vlerësim të mirë? Tani, një pyetje shumë na zone çingusht. Çdo njeri për veten e tij do më të mirën. Por unë jam shumë e kënaqur, marr vite që kam punuar me live-in, sepse një njeri që më ka marrë nuk ka dalë zhgënjur tek unë. Dhe kjo është një plus për mua. Në fakt unë dua të di për komentet. Sa nga ato janë pozitive dhe sa negative? Me thënë drejtën, nuk është si i shoh. Unë rrethi njerëzit që më rrethojnë gjithmonë pozitivisht flasin. Ka dhe të tjerë që shtiren, domethënë, patjetër. Në sy është gjë tjetër, mbrapa është gjë tjetër, por mbrapa shpinë dhe mbreti shahet. E bukur kjo. A të ndikojnë komentet negative? Dikur po, me thënë drejtën. Kam qenë një tip që e vrisja shumë mendjen. Edhe doja me patjetër gjëja gabimin tek vetja ime. Po tash nuk është se Nuk të më ndikojnë. bëjmë përshtypje fare. Madje unë mendoj se në momentin që nuk ke komente negative, nuk po ec, nuk je aty ku Patjetër, duhet. E vërtet. Të ndihmon shumë. Kjo është shumë e vërtet. Tani kemi ca pyetje të shpejta. Po, Këto zgjidhja. Pasarela apo studio muzikore? studio muzikore. E famshme apo e lumtur? E lumtur. Këngë romantike apo ritmike? Të dyja bën. Ritmike. Ritmike. Tani do bëjmë dhe një lojë me që ti këndon. Kemi disa pyetje për të cilat duhet na përgjigjesh me këngë. Çfarë do t'i këndoj dikujt që të mungon? Do e kthej në këngë? Po. Ta këndoj tani, do i këndoja këtë këngën. Nuk jam shumë romantike, po do përpiqem. Pasha sytë e ballit, për ty m'ka marr malli,
të kisha sonte, do të jepja unë gjithçka. Dikujt që të ka tradhtuar. Okej. Le ta din kopja ime, o falso me ty bashk, nuk e ka ajo zemrën time, nuk ka me qa me dash. Çfarë do t'i këndoje dikujt nëse të ka thyer zemrën? Nëse më ka thyer zemrën. Okej. Aty në shtratin ton të vjetër, unë do të ndaj me dikë tjetër, por imazhi jo tek mua, shpesh më shfaqet dhe pse s'dua, në këtë shtrat më puthje mua, dëshmitar shtrati dombes, o më ka thonë shumë herë të dua, dashuria kur nuk vdes. Nuk vdes, po edhe vdes. Patjetër. Vjen momenti që s'ka më. Çfarë do t'i këndoj dikujt që ta shikoj që ti je e lumtur? O i lumi une, ç'pas ka rritur nona, shtatin si selvije, kongën po jaknojna. Që po jaknoj vetes time, a kupton? Bravo, jo më mirë t'jaknosh vetes tatës. Tani e fundit, do të këndosh një këngë dikujt që e ke lënduar ti. Ja mërzit e nuk po du, as një mesazh me jaqu, veç po du me dit, a i bjen me për mu. Ja mërzit e nuk po du, as një mesazh me jaqu, veç po du me dit, a i bjen me për mu. Përpara se të të falenderoj për gjithë këtë intervistë kaq të bukur, dhe përpara se të të them që je fantastike, përpos asaj që ne shohim nga jashtë bukurinë tënde, je dhe një vajzë shumë e talentuar. Edhe të falenderoj me të vërtet shumë që na solli këtë vibe kaq të bukur në studio. Faleminderit nga ti, je shumë e mirë. Moderatore je 10/10, me thënë drejtën. Doja të falenderoj aty pa mas, se më riktheve me thënë drejtën se kisha nga gati një vit që nuk kisha komunikim kështu drejt për drejt. Dhe faleminderit shumë që ma dha këtë mundësi. Tani për mbyllje, një muzikë dua. Qa muzikë don ti? E kisha si sytë mi, në kishte zili dhe hana, unë e vet me pa dashni, ti feston sot me tu pana, si duro një zote ti, boja bese nuk do qaja, kur të shoh në krahët e ti, e me lot ti dal për para. Shumë faleminderit. Faleminderit ti shpirt. Edhe në fund një mesazh për të gjithë gocat, për vetbesimin, që të nisin ato çfarë duan, për të gjithë gocat, një mesazh. Atëherë gocat ne jena shumë të forta me thon drejtën, e nëse du më ngrejemi mirë, kështu që duhet shohim primare herë rreth parë veten ton, pastaj Mileti. Se Mileti nëse ne jemi mirë na afrohen. Tani, me që Angela na dha një super mesazh për të gjithë gocat, ne duam të themi që ju duam shumë të gjithave dhe ju që s'na doni, dhe duam të bëjmë një mbyllje shumë të bukur. Gjithmonë pozitiv. Është 58 vjeçe, por mos ja përmend si numër. Është bërë gjyshe 40 vjeç, ka 11 vite që ushtron palestër 5 herë në ditë. Jeton në Gjirokastër. Në fillim e kanë paragjykuar dhe i bënte vrapet në darkë, që mos ta shikonte njeri. Ndërsa sot ajo ushtron palestër 5 herë në javë. Ajo është Antonela Lela, por si është të jetosh në një qytet të vogël, të kujdesesh për veten pa komplekse dhe të mos pranosh që mosha vendos kufi. Antonela, përshëndetje. Përshëndetje, Klea. Të falenderoj që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe. Unë ju falenderoj për ftesën dhe ju uroj sukses në emisionin tuaj. Po të gjejmë në palestër dhe dukesh sikur ndihesh sikur je në shtëpinë tënde të dytë. Çfarë vendi zë aktiviteti fizik në të përditshmen tuaj? Normal që ndihem si në shtëpinë time të dy, sepse unë kam rreth 12 vjet që ushtrohem në këtë palestër për 5 ditë në javë. Kështu që 2 orë të çdo dite përveç të shtunë të diel, unë i kaloj në këtë ambient. Në fakt unë doja të di për programin tënd të sot. Çfarë programi ke sot dhe për çfarë po stërvitesh? Sot duke qenë se është e premte, unë çdo ditë javës e kam të programuar në pjesë të ndryshme të trupit.
Pra, të premte unë e kam total body, pasi kam kaluar gjitha pjesët e trupit ditë e tjera të javës, sot bëj total body, këmbë, krah edhe bark. Në fund e mbyll me kardio, 15 minuta. Kur filloi kjo marrëdhënie me sportin? Sa vite ke që merresh me palestrën? Me palestrën unë kam 12 vjeç që merrem në këtë palestër, por me sportin unë kam qenë e lidhur që fëmijë. Në moshën tonë, në kohën tonë, kanë patur dhe gjëra të mira. Ne atëherë ushtroheshim çdo ditë, ishim të angazhuar pas shkollës, na angazhonin me aktivitet sportiv, unë jam marrë me basket. Në mënyrë amatore, jo, do me thënë me këto klasa si që është në atërë klasa sportive, mirë po kjo pasion mbeti në vite, dhe unë që prej atëherë edhe kur nuk kishte palestra, unë gjithmonë jam munduar në mënyra të ndryshme me mjete rrethanore, ose thjesht duke bërë vrapër e stadiumit natën, mundësisht në vitet 2000 mos më shifte njeri, por gjithmonë kam qenë në marrëdhënie me palestrën dhe me ushtrimet dhe aktivitetin fizik. A e ke menduar ndonjëherë që do jesh frymëzim për shumë gra? Nuk e di, se dit a do jem frymëzim për shumë gra, unë ushtrohem për veten time, e kam bërë si disiplinë të jetës time të përditshme, ushtrimin dhe ushqyerjen. Tani le ta shpresoj dhe për gratë e tjera, por po shoh në fakt, ndoshta dhe mediat sociale kanë ndikuar në këtë drejtim, dhe shoh që shumë zonja të moshës time, ndoshta dhe më të mëdha, kanë filluar dhe ushtrohen. Dhe ndoshta dhe rekomandimet e mjekëve që gjithë që thonë ushtrimi fizik, ushtrimet fizike, aty fillon dhe mbaron çdo gjë me shëndetin. Anonela, ti e bërë gjyshe shumë e re, e bërë 40 vjeç. Si e përjetova? Po, 40. Po. Në moment kina parë dhe tash nga shisha e përgatitur psikologjikisht, por me ardhjen që ditën e parë kam parë Nikin, decën time që erdhi në jetë, ishte një përjetim ndryshe nga ajo që unë kam përjetuar me fëmijët e mi, sepse e shikon ndryshe, e shikon si një mrekulli rritjen e fëmijës, është njësoj si 22 kur jam bërë mami, edhe 40. Thjesht ishte një mrekulli në jetën tonë me një bekim. Në fakt doja të di se çfarë ndodh kur njerëzit mësojnë se ti e gjyshe, si reagojnë, e besojnë apo u duket e pabesueshme? Të jesh kaq në formë dhe duke shumë e re. Po, faleminderit. Jo, nuk e besojnë, e vërteta është kur isha sidomos 40 vjeç dhe Niki ishte, domethënë, sapo lindur, të gjitha kujtonin se ishte goca ime. Por tash në këtë qytet që unë jetoj të vogël, e din pak a shumë, por gjithsesi e marrin me humor dhe me habi. Kjo është, Niki sot është 18 vjet, për pak diplomojnë, mbaron maturën. Suksese. Edhe unë jam shumë faleminderit. A ju kanë gaturuar? Është mrekulli, kaq. Sikur të ishit motra? Me vajzën time, po, gjithmonë, sepse kur unë isha 36, ajo ishte 17-18 dhe është një periudhë e gruas që në 10-15 vjetë pothuajse mban një pamje dhe unë do me thënë akoma nuk e tregoja atë moshën time dhe tavam si motra dukeshim e vërteta. Sot është rada e vajzës time. Më falë, sot është rada e vajzës time që thonë me vajzën e vetë që jam si motra. Është gjë shumë e bukur. Po, shumë e bukur, është realisht. Ti vazhdon të jetosh në Gjirokastër ku njerëzit njihen me njëri tjetrin. Po, A ka qenë vështirë të dalësh jashtë kornizave që vendos shoqëria? Jo, me thënë të drejtën, jo, Gjirokastra është qytet emancipuar, ka njerëz të emancipuar dhe jo paragjykus. Jo, ndoshta nuk e kam ndjerë, ndoshta kanë qenë dhënë se di, se kam ndjerë, se kam... Por ndoshta është dhe tipi im përsëri që nuk dua t'ia di fare, as dëgjoj, as merrem me llafe, as shoh, nuk fare. Domethënë për mua kjo pjesë është e huaj. Unë doja të di se çfarë thonin njerëzit në fillimet e tua kur merreshe me sport, se me sa dim ne ti gjithmonë veproje darkave. Po. Unë në vitet 2000-2002, e kam hapur stadiumin, bëja vrap rreth stadiumit natën. Nuk e di, e kisha këtë të paragjykimit, palet që do thonin, që do bënin. Po, më vonë pash do me thënë që ishin çliruar të gjithë, dilnin zonja që në 6 mëngjesit bënin vrap. Edhe kështu u çliruan pak e nga pak.
ka bërë siç duket thash punë rrjetet sociale, mediat, mjekët, rekomandimet e mjekëve dhe u shkëputën nga ky paragjikim edhe pastaj filluan palestrat. Do të thënë palestrat mund të kenë rreth pak në Gjirokastë 15 vjet, 16 vjet. Desa unë bëja vrap edhe në rrugët nacionale, bëja në atë në vitet 2000 që se ekzistojnë as palestrat. Pak në Gjirokastë, nuk e di në Tiranë. A vazhdon të ketë paragjykime edhe sot? Jo. Ne në palestër, jo. Ne në palestër jemi rreth 25 zonja, të gjitha moshave, mama me 3 fëmijë, palestra po ta them edhe sot më shumë ka vajza se sa çuna, kështu që jo, nuk. Po çka ka këtu për paraqitje? Jo. Të kanë konsideruar ndonjëherë si shumë të kuruar për moshën që ke. Si u përgjigjesh këtyre komenteve? Po, më kanë paragjikuar në atë botën e tyre, por mua drejt për drejt, jo, thjesht kam parë që më shojnë ndoshta me ëndje, nuk di të them. Thjesht e di çfarë kjo puna e pamjes është që unë kam qenë në marrëdhënie në administratën shtetërore, por edhe sot që jam në sektorin privat që punoj, ku je shumë e kuruar, njerëzit nuk të marrin seriozisht në kuptimin e punës. Dhe nëse një njeri duhet të punoj një herë, mua do të më duhet të punoj 2 herë, që të bind, atëherë se tash si do të jetë kanë ndruar gjërat, duhet të punoj 2 fish që të bindi që ti jo vetëm që di, por di dhe ta bësh mirat punë. Kjo është çik sport, këtë e kanë djerë, sidomos ku kanë filluar punë në administratën shtetërore, por duke i bërë vendvetes, duke kaluar koha, edhe këto kanë ikur. Ne dim se bashkëshorët juaj luan volleyball që në mos gaboj. A ka qenë ky një avantazh për të basketball? A ka qenë ky një avantazh për të dy si çift? Po, unë me bashkëshortin tim jam njohur në fushën e basketbollit. Këtu në vitin 82, pra sa i bie. Jemi njohur të dy në fushën e basketbollit, ai atëherë vinte nga Tirana loste me të rinjtë e Partizanit, unë në Gjirokastë, siç ju thash, me këto klasat sportive dhe jemi njohur në fushën e basketbollit. Sot që po ju flas, ne jemi të dy dalim të dy në një orë dhe ai shkon në basket dhe pas basketit vjen këtu në palestër ushtrohet, ndërsa unë vi në palestër. Jemi çdo ditë 5 ditë të javës jemi në aktivitet fizik. Ai në basket, unë këtu. Kush është më i disiplinuar nga ju të dy? Unë. Unë absolutisht edhe këtë ardhje në palestër unë e kam imponuar sepse mjaftoi me basketin. Unë jam më këmbgulse dhe ushtrimet që t'i bëj deri në fund, aq sa sete sa duhen, këmbgul në këtë drejtim. Ndërsa ai është shumë i mirë në basket. Kemi parë dhe vajzën tuaj që bën palestër çdo ditë. Meritat janë të tuat, a je krenare që vajza jote ushtron palestër, njësoj si ti? Unë jam edhe vajza edhe djali, jam shumë krenare edhe për vajzën, por besoj se vajza duke u rritur në një ambient të tillë me 2 prindër që i japin rëndësi aktivitetit fizik dhe asaj i shfutur natyrshëm kjo gjë, edhe dhe ajo ushtrohet në mënyrë rigoroze e fanatike, mund të them, në palestër aty në Tiranë ku është. Ashtu si që thash më parë, ti je një grua shumë e bukur dhe më pëlqen shumë që ti je kaq në formë, pavarësisht moshës. Por unë doja të di se çfarë do t'ju thoje grave që mendojnë se pas një moshe duhet të heqin dorë nga vetja. Kam që të vështirë të kaloj mesazhe, jo se që po mendoj që kush janë, në fund gjithë secili bën atë që do, por gjithë secili, unë do t'ju them që asnjë nuk është vonë. Të fillojnë palestër si aktiviteti fizik, një mjek kur jep rekomandime për një sëmundje, thotë mjekimi i parë ushtrimi fizik, e dyta ushtrimi fizik, i treti ushtrimi fizik. Pra, duke u referuar këtyre, edhe unë do t'ju thoja që të mos heqin dorë kur nga aktiviteti fizik. Madje do t'ju them diçka, para 2 muajve kisha mamin dhe babin tim këtu, ata jetojnë aty. Dhe shikonin rregullin, sepse edhe i me motor, edhe unë, edhe i mësoj që shkonin çdo ditë në palestër dhe i lidnim ata, një orë gjysmë i lidnim vetëm. Edhe erdhën dhe na panë, dhe këtu ku stërvitemi babi im sidomos, edhe u ashtu, do me thënë, si ta them unë, zilecën, si ta them. Edhe sa shkuan aty, filluan që në orën 16 ata bëjnë ecje, kanë aty në ambientet e tyre që ka krijuar bashkia disa vegla,
bëjnë dhe atje ushtrime, ushtrohen dhe janë kaq të lumtur tani pas 3 muajve pothuajse që ushtrohen dhe më thonë ç'na keni bërë, na keni ndruar jetën. Me zi dilja, po, më thot mami me zi dilja nga makina, thot, babi im më thot 83, mami është 76. Me zi dilja, thot babi nga makina, ndërsa tani thot fluturojmë, me zi presim orën të ikim të ushtrohemi. Edhe ti dëgjoni me atë kënaqësinë e tyre, bëra këtë 20 minuta bëm ushtrime, 45 minuta bëm ecje, edhe unë këtë dua të them edhe, do me të mendojeni, babi im është 83. Kështu që asnjë nuk është vënë dhe gjithmonë aktiviteti fizik mund t'ju kursej ilaçe të cilat mund të amortizojnë sëmundjen por kur nuk e shërojnë edhe mund t'ju mbajnë larg nga doktorët, nga mjekët. Dhe nuk mund ta mbyllim këtë intervistë pa na dhënë një këshill të gjithëve se si të ruajmë rinin ashtu siç e ke ruajtur ti, pavarësisht moshës. Faleminderit përsëri për komplimentin. Nuk është se kam bërë ndonjë mundim të madh për pamjen time, por gjëja kryesore është që duhet të mendosh gjithmonë pozitivisht, gjithmonë energjia pozitive, sepse çfarë ke brenda shfaqet jashtë, mbash larg njerëzit toksik dhe negativ dhe të kesh motivim për jetën. Këto do të thoja unë. Unë këto kam ndjekur gjatë gjithë jetës sime. Antonella, të falenderoj shumë dhe herën tjetër të presim në studio, pse jo? Po, patjetër, ju falenderoj unë shumë dhe ju uroj sukses në programin tuaj. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Kështu erdhëm në fund të episodit Vibe, bashkë do të shihemi përsëri nesër me gjëra shumë interesante. Mirupafshim.